Vandi ka nisë, themi, vërllë shumë punën e tij për faktin që për një vjet ka qenë një blokad totale dhe janë grumbullu një mori çështjes që duhet ti zgjidh ose ti votoj vetëm Kuvendi i Kosovës, kanë qenë një mori marrëveshjes ndërkombëtare të cilat është dashur të ratifikohen në Kuvendin e Kosovës, sidomos ato nga plani i rritjes ku Kosova duhet të përfitonte rreth 900 milion euro, e sot ato, sepse ishte madje për disa marrëveshje ishte edhe dita e fundit për një marrëveshje që do të përfitonte mbi 90 milion euro Kosova dhe sigurisht e kishte me urgjencë që ti ratifikonte ato dhe është mirë që pas një viti blokad kështu partit politike edhe ati polarizimit që kishën vitin e kaluar, arriti një pajtueshmëri, e gjetën një gjuhë përbashkët dhe kjo që është në interes të gjithë qytetarëve të vendit të kaloj dhe të mos kthehet në kalkulime politike, sigurisht që pati edhe çështje tjera, siç ishte buxheti që duhet të shqyrtuaj, megjithatë ka kohë kjo, me që dje e pa mbrëm në një seancë të jashtëzakonshme e Kuvendi e bëri një zgjatje buxhetore, themi kështu se disa ishte edhe marsi duhet, sepse ishte kjo ka qenë një 12 për 2 muajt e parë, por për shkak të këtyre situatave siç ishte vitin e kaluar, atëherë e bëri edhe një zgjatje edhe për një muaj që tash është edhe marsi do të mund të merren pagat e sektorit publik nëse nuk ka institucione. Megjithatë u vlerësua që mund ishte jo fort e drejtë kjo çështje, megjithatë mbetet tek ekonomist dhe jurist ta vlerësojnë këtë pak ma drejt. Mirë po ajo që u po ishte mbrëm një seancë e jashtëzakonshme që u mbajt për rezolutën cila u diskutu edhe në fakt ishte unanime përveç LDK-s e cila e bëri një gabim për menim tamin të pafalshëm edhe themiror. E pritshme kjo? Piteja, për shembull. Në fakt nuk e prita shumë që... Se janë mu arsyetu pa këtë. Nuk e prita sepse ajo është diskutu më herët edhe kjo është e papritshme për faktin që është hartu nga ekspert. Do më thonë njën mbi 200 ekspert që kanë profesor universitar, vendore, ndërkombëtare, rajonal, të cilët kanë punu dhe kanë hartu. Edhe nuk ka qenë kjo e hartume prej deputetëve ta themi ose nga Partia Demokratike ose e vetëvendosjes. Thjesht e propozuar nga ta dhe pastaj këta jenë pajtu për ato pika që jenë vënë aty dhe nuk e di pse nuk do duhet që LDK-ja ta përkratë. Kjo për mu është pak shqetësuese sepse si një parti politike që është motje e themeluar dhe është prej më të vjetrave në Kosovë ta ketë këtë qëndrim ndaj një lufte, sepse tek e fundit atje nuk janë vetëm disa individ, disa njerëz, po janë udhëheqësit e UÇK-s dhe kur prokuroria ka bërë akt akuzën, ka qenë grupi përbashkët kriminal, nuk ka qenë individ aty, dhe këtu është gjithë UÇK-ja dhe është gjithë qytetarët, sepse UÇK-ja ka dalë prej qytetarëve, prej këtij populli, nuk ka ardhur prej dika tjetër. Prandaj për mua ishte e habitshme, një gabim për mu trashanik edhe i pa justifikueshëm absolutisht nga LDK-ja. E pam një unitet tjetër që s'po du t'i barazoj, por sepse nuk morën pjesë fare të themi lista serbe, por të mos e votosh vetëm ju dhe ne e dim qëndrimin e atje, se du ma zotën e tyre tek e fundit nëse vjen ato për çështjen e UÇK-s, atëherë është e pafalshme për LDK-n të mos e votoj një gjë të tillë dhe të mundohet të përzi disa çështje të cilat nuk do duhet të përzinte, nuk mund ta përzish ndonjë vrasje ose ndonjë gjë që ka ndodhur pas luftës e të thush tash hajde ta fusim në këtë rezolutë. Kjo rezolutë ka disa qëllime krejt tjera. Spari është kërkesa për ta respektuar Kushtetutën e Republikës së Kosovës, që kushtetutë që duhet ta respektojnë edhe këta deputet, edhe kjo qeveri edhe secili. Ta respektojnë të drejtat e njerëzit dhe të mos shkelen drejtat e njerëzit të aty në njerëz që janë atje. Kriminalet më të mëdhej kanë të drejtat që nuk lejohet me u shkel tash. Do të thotë, kjo rezolutë kërkon që t'ju respektohen të drejtat e aty të paraburgosëve atje, që janë që mbi 5 vjet.
sepse kemi pa dhe avokati i popullit Kosovës ka ngre shqetësime, ka ngre alarm që nuk po respektohen, po shkilin të drejtat e atyre njerëzve që nuk janë individ, dhe janë më shumë se individ. Për atë, për çka po ballafaqohen. Prandaj është tepër e gabueshme, mënoj edhe e pafalshme.